Shoqëria civile dështon sërish në organizimin e një proteste duke dëshmuar se qytetarët i përgjigjen vetëm atyre protestave që organizohen nga partitë politike përkatëse. Kjo u përsërit te internet e dhjetorit ku përveç aktivistëve dhe organizatorëve në protestën njoftuar të mbajnë në orën 11 para piramidës, si reagim ndaj urdhrave të mbrojtjes së gjykatave që nuk zbatohen për dhunën në familje, nuk u mblodhën qytetarë megjithëse mbështetja në rrjetet sociale ishte si një paralajmërim për një demonstrim masiv. Pjesëmarrja e vakët solli reagimin e aktivistit Erion Kristo, i cili deklaroi para kamerave dorëheqjen e tij nga shoqëria civile dhe nga këto lloj protestash. Në Facebook patëm shumë reagim, shumë njerëz do të donin të vinin. Ndërkohë, siç e shikoni, kemi dështuar me sukses. Njerëzit, si duket, janë në aparencë kundër dhunës, po asnjë institucion shtetëror nuk jep dorëheqje, as kryeministri, as ministrat, as prokurorët, as gjykatësit. Meqense të gjithë mendojnë që bëjnë punë të mrekullueshme, megjithëse këto mira shoqata kundër dhunës, miliarda euro të shpenzuara, nuk jep askush dorëheqjen, askush nuk merr përgjegjësi. Menduam të marrim ne përgjegjësinë për të dhënë dorëheqje nga shoqëria civile, e për të dhënë një shembull që në këtë vend nuk ka vetëm njerëz të papërgjegjshëm, po ka edhe njerëz të përgjegjshëm, të cilët kur dështojnë në atë që mendojnë se kanë të drejtë të bëjnë, triqen dhe u lën vend të tjerëve që t'i zgjidhin problemet e tyre. Protesta ishte thirrur si reagim ndaj ngjarjes makabre në Fier ku një grua humbi jetën pasi u hodh nga dritarja nga bashorti i saj, megjithëse kishte edhe urdhër mbrojtje.